Transporti ajror është një nga industritë më të rëndësishme në mbar botën, e cila është e vendosur në bazën e zhvillimit ekonomik të çdo vendi. Në momentin kur transporti ajror shkon në një nivel të kënaqshëm, atëherë ekonomia e vendit e lidhur me të fillon të ketë përfitime gjithmonë më shumë. Në ndërkohë, po të jepim syt, në vitin 2013 kishim vetëm një aeroport funksional me akses shumë të kufizuar dhe kapacitet padyshim të pamjaftueshëm. Shqipëria në atë kohë operonte vetëm përmes aeroportit të Rinasit, me numra shumë të ullët, një aeroport i cili njihej si aeroporti më i shtrenjtë në Europë, dhe nga ana tjetër me investime pothuajse zero. Ishim të izoluar në hartën aeroportuale rajonale, kishte një ndër rrjetet më të kufizuara në destinacionet për sa i përkiste Europës juglindore dhe vendeve tjera. Ishte monopol, mungesë konkurrence, e cila sillte çmime shumë të larta në bileta dhe sigurisht akses shumë të kufizuar të popullsisë në aviacion, dhe padyshim ajo çka kemi gjetur në vitin 2013, këtë e them nga eksperienca ime profesionale, kemi gjetur institucione të dobta. Të dobta pasi aviacioni në bazën e produktit ti ka regulatorin. Është një industri pa kufi, është një industri e cila duhet funksionojë në mënyrë të unifikuar, në rast të kundër ti izolohesh. Për shkak se Shqipëria nuk plotësonte asnjë nga kushtet dhe nga komponentët, kjo ishte edhe arsyeja pse aksesi ishte kaq i dobët, pse Shqipëria nuk ishte e mirëpritur për të operuar nga kompanitë ndërkombëtare apo për të operuar fluturimet tona në të gjithë Europën. Kështu që puna e parë që kemi bërë, duke nisur nga 2013, kemi forcuar institucionet. Kemi ngritur kapacitetet të reja të aviacionit civil, që sot kur auditohemi nga EASA, që është pra institucioni për sigurinë e aviacionit civil i Bashkimit Evropian, ne me të vërtet jemi nga ato vende të rajonit, por e të Europës juglindore, që kuotohemi më lart nga të gjithë, edhe për shkak të përmbushjes kritereve, edhe për shkak të kuadrit regulator dhe mbi të gjitha për parafrimin që i kemi bërë kodit ajror me gjithë bazën ligjore të Bashkimit Evropian, duke hapur kështu një faqe komplet të re për aviacionin në Republikën e Shqipërisë. Do të ndaloja për një moment, pavarësisht se kemi folur shpesh, do të ndaloja për një moment tek aeroporti ndërkombëtar i Tiranës. Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës, i cili me rinegocimin e kontratës të koncesionarit, e cila bëri të mundur gjithashtu edhe heqjen e ekskluzivitetit për 100 kilometrat ajrore, të cilat bllokonin praktikisht të gjithë Republikën e Shqipërisë, u arritën një sër komponentësh të ri zhvillues në ata aeroport, dhe sot mund themi me krenari që ka një ndryshim shumë të madh me çka ishte para 5 vjetëve dhe çka është sot. Kemi arritur që të rrisim investimet mbi 100 milion euro në aeroportin e Tiranës, duke pasur një zgjatim të pistës nga 2.7 km në 3.2 km. Kemi shtuar 9 vëndparkime, 2 prej të cilave janë vëndparkime për akomodimin e fluturimeve transoqeanike. Kemi rritur sipërfaqen e terminalit të pasagjerëve nga 13.000 m2 në 20.000 m2, duke i dhënë aeroportit të Tiranës një fuqi përpunuese prej 17 milion pasagjerësh. Pse? Sepse Tirana tashmë ka arritur 11 milion pasagjerë dhe nëse ne i referohemi 3 viteve të fundit, ajo çka po prekim është që çdo vit rritja e pasagjerëve që vinë nga portat e ajrit në Republikën e Shqipërisë është 20, 30, edhe 40% më shumë krahasuar me vitin pararendës, gjë që tregon që edhe ky kapacitet praktikisht i ndërtuar sot në Tiranë 20.000 m2 për terminal, për 17 milion, mund të jetë shumë shpejt i pamjaftueshëm dhe mund të kërkojë zgjerime të tjera, por që padyshim
me të gjithë planin strategjik që ne kemi për zhvillimin e aviacionit civil në Shqipëri janë të akomoduara. Ndërkohë që në vitin 2021 u hap aeroporti i Kukësit për akses civil, duke i dhënë kështu mundësinë Veriut Shqipërisë për një aeroport sezonal, i cili kryen fluturime me kosto të ulët, me një pistë 2.2 kilometra, por që nga ana tjetër duhet të përmend këtu një fakt shumë të rëndësishëm në aeroportin e Kukësit. Aeroporti i Kukësit është aeroporti i parë, pasi edhe Vlora e ka këtë veti, por kur të fillojë operimet, që prodhon vetë energjinë elektrike. Energjinë elektrike të cilën ai aeroport e prodhon tashmë përmes paneleve diellore, duke e bërë kështu një aeroport miqësor me ambientin dhe nga ana tjetër një nga shembujt e eficiencës energjisë. Do ndaloja tani tek krenaria jon e aviacionit civil. Aeroporti i Vlorës. Aeroporti më i madh në rajon. Një aeroport i cili kur filloi investimi ishte planifikuar për 104 milion euro investim, por që për shkak të gjitha zhvillimeve që kanë ndodhur nga viti 2021 deri në vitin 2024, konsorciumi ka investuar deri tani 140 milion euro, pasi është aeroporti i parë i cili ka 3 komponent të rëndësishëm të bërë bashkë. Komponenti i parë është ai i aviacionit civil, pra transporti i pasagjerëve. Komponenti i dytë është mirëmbajtja e avionëve, një nën sektor totalisht i ri në Republikën e Shqipërisë, i cili do të sjellë jo vetëm punësimin e qindra djemve dhe vajzave, të cilët do të vendosin që të hynë në këtë industri të re, por nga ana tjetër e vendos Shqipërinë në hartë si një nga vendet ku zhvillohet një nën sektor shumë i rëndësishëm që sjell edhe rritje të ulje ngritjeve, edhe rritje të të ardhurave të njësisë operative për shkak të qëndrimit të ditëve, të qëndrimit të avionëve, pra një komponent i industrisë të aviacionit civil që ka impakt ekonomik të jashtëzakonshëm si për pozicione pune, ashtu edhe për të ardhurat. Kur kemi bërë studimin për aeroportin e Vlorës, në ato kohë besohej nga të gjithë analizat e tregut që bëheshin, që numri i pritshëm i pasagjerëve do të ishte rreth 1 milion pasagjerë në vitin e parë. Prap ishte një numër shumë i mirë, pra i llogaritur. Ndërkohë që sot që flasim është rishikuar për shkak të gjithë zhvillimit që kemi pasur dhe është 3 milion pasagjerë. Vlora pret në vitin e parë të operimit 3 milion pasagjerë. Dhe këto, për të gjithë ata që e njohin aviacionin, janë me të vërtet shifra shumë optimiste, por shumë të realizueshme, sepse ne tashmë i kemi të bazuara mbi eksperiencën tonë. Në ndërkohë, sipërfaqja e terminalit është 17.000 metra katror dhe siç u thash ka 3 modele biznesi, atë të aviacionit civil, mirëmbajtjen e avionëve dhe kargon që është komponenti i tretë. Është parashikuar e gjithë ajo hapësirë për 300 hektarësh është parashikuar që të ketë dhe komponentin e tretë, komponentin e kargos, gjë që ka munguar deri më tani nga aviacioni ynë civil. Gjithashtu, stafi teknik do të përfshijë 28 kontrollor trafikut aeror, të cilët tashmë janë të punësuar, janë të trajnuar dhe janë të gatshëm për të filluar operimet në kullën e Vlorës. Nga ana tjetër janë gjithashtu 11 inxhinierë SMC dhe BMS, të cilët janë të rekrutuar dhe trajnuar aktualisht, dhe 7 specialistë të AROS, 7 specialistë të Meteos, të rekrutuar dhe në proces të trajnimit në punë, siç e quajmë ne, OJTI, të cilët janë sot pranë Alp Control duke u bërë gati për të sjell në Vlorë. Duhet pasur parasysh që këto janë vetëm thelbi, bërthama operacionale për të nisur punën, ndërkohë që aeroporti i Vlorës parashikon që të ketë 1200 vende pune, një pjesë prej tyre kanë filluar thirrjet e para, që sigurisht në aeroport akomodohen mosha të ndryshme, patjetër burra dhe gra, dhe diçka që duhet ta themi dhe ta nënvizojmë, pagat në
aviacionin civil, janë paga të cilat janë shumë të ngjashme me vendet e tjera europiane, sepse siç e thash, aviacioni civil nuk ka kufi dhe implementohet kudo në të njëjtën mënyrë, pra ne operojmë siç operon Franca, ne operojmë siç operon Italia, kështu që dhe pagat që implementohen në aviacionin civil, gjithë ato vajza, djem, burra dhe gra që do të operojnë dhe do të punojnë në aeroportin e Vlorës do të trajtohen me paga shumë të ngjashme me tregun europian. Në ndërkohë që tashmë me një studim të përfunduar, plani ynë është për ndërtimin e aeroportit 4, i cili përmbyll kështu të gjithë pjesët e aeroporteve ndërkombëtare pa përjashtuar edhe aeroporte të tjera të cilat mund përdoren për arsye sportive apo arsye mësimore në zona të tjera të vendit tonë, por aeroporti 4 është i vendosur në zonën e Gjirokastrës, sipas gjitha studimeve që ne kemi që kanë të bëjnë me korridoret ajrore, me cilësinë e disponueshme për ulje dhe gjithçka tjetër. Ky do të jetë një aeroport i cili ka një fizibilitet për një investim 107 milion euro. Në vitin e parë të operimit në aeroportin e Gjirokastrës priten 700.000 pasagjerë. Kapaciteti maksimal i këtij aeroporti arrin deri në 1.7 milion pasagjerë, ndërkohë që kategoria e këtij aeroporti do të jetë kategoria 3C dhe pista është 2.2 kilometra. Aeroporti i Vlorës është aeroporti me kategorinë më të lartë, është 4E, e cila sigurisht vjen në një mënyrë graduale, duke përmbushur të gjitha kushtet. Duhet thënë gjithashtu që aeroporti i Vlorës është i dizenjuar për një kapacitet prej 4.5 milion pasagjerësh, pra kapaciteti maksimal, po unë jam shumë e sigurt, ashtu si Tirana bëri ekspansionin e saj, ashtu dhe Vlora do të ketë njëjtën mundësi. Dhe do desha këtu që t'jepja lajmin e mirë, e kemi dhënë sot mëngjes me kryeministrin që tashmë Ajata ja ka akorduar Vlorës kodin e saj dhe është VLO. Është i miratuar, jemi gati tashmë për të nisur operimet në datë 8 maj. Vetëm pas pak ditësh, ne do të kemi testin e parë të uljes në pistën prej 3.2 kilometrash këtu në Vlorë, duke i lënë pastaj të gjithë kohën, disa mujore, por brenda sezonit veror, për të nisur operimet zyrtare nga aeroporti i Vlorës, aeroporti gjithë shqiptarëve. Në ndërkohë, siç u thash, siguria dhe përputhshmëria ndërkombëtare janë thelbi kryesor, bërthama e operacioneve në aviacion civil. Për këtë arsye, Alpcontrol është certifikuar për procedurat instrumentale të operimit ajror, duke fuqizuar autonominë teknike të vendit tonë. 88.4% e standardeve ndërkombëtare të aviacionit civil janë të aplikuara në Republikën e Shqipërisë. Jemi të vendosur në pozicionin më të mirë në rajon, ndërkohë që Shqipëria është autorizuar nga Komisioni Evropian për përdorimin e shërbimit evropian të navigimit gjeoapsinor EGNOS, një hap që realizohet vetëm kur një shtet ka kapacitete të plota mbikëqyrëse. Dhe ne ja kemi dalë dhe kemi arritur. Shqipëria 2030 parashikon që deri në fund të 2028-s do të jetë plotësisht e përputhur me sistemin e aviacionit civil të Bashkimit Evropian, pra në 100%, në rregullim, standarde operimit, certifikim teknik dhe menaxhim të riskut. Do të kemi padyshim më shumë besim ndërkombëtar, më shumë investime, më shumë operatorë dhe më shumë pasagjerë të cilët zgjedhin Shqipërinë si destinacion apo port hyrëse në rajon. Të gjitha shërbimet e autoritetit të aviacionit civil do të jenë të digitalizuara deri në vitin 2028. Ky është një angazhim që ne marrim, e kemi nisur punën dhe jemi të sigurt që do dorëzojmë deri në dhjetor 2028-s të gjitha këto shërbime do të jenë digjitale për të gjithë aksesin e përdoruesve të hapësirës ajrore. Gjithashtu, Shqipëria do të jetë pjesë aktive e përdorimit të navigimit satelitor për procedurat e ulje ngritjes, tashmë ne po shkojmë drejt asaj rruge, ashtu siç kanë bërë edhe vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Do të zbatohen sistemet më të avancuara të menaxhimit trafikut ajror bazuar në inteligjencën artificiale, nga big data deri te communication
navigation and surveillance.